Pëllumbat sportistë të cilët janë trajnuar dhe kanë marrë pjesë në garën ndërkombëtare që u zhvillua pak ditë më parë, janë qelluar me çifte duke u vrarë e plagosur. Në qarkun e Korçës numërohen më shumë se 10 pëllumba të cilët janë kthyer të plagosur, ndërsa edhe të tjerë rezultojnë të vrarë nga persona të papërgjegjshëm. Gëzim Berberi nga Korça, prej më shumë se 60 vitesh, merret me rritjen dhe stërvitjen e këtyre pëllumbave. Ai tregon se 2 pëllumba janë kthyer të plagosur nga gara, ndërsa 5 të tjerë nuk janë kthyer fare. Gëzimi bën apel që të ndalohet gjuajtja e këtyre pëllumbave. Pëllumbat u hodhën në garë në 280 km dhe kur po ktheshin, 5 janë të zhdukur dhe 2 janë të goditur me çifte. Kjo do të thotë që gjatarët mos sjellin pëllumbat se ne i rritim si punë e fëmijës. Dhe prapë se prapë, se herë e pari që na kanë erdhur pëllumbat, edhe para 2 vjetësh, i njëjti avas. Kurse tashi është katastrofë, jo për mua, po për të tërë këta shokët që i kanë erdhur të goditur me çifte. I thuan 10 pëllumba, 15 pëllumba që janë vrarë me çifte. Duke ditur që janë erdhur në garë 3 vjetëresht dhe kanë erdhur shumë mirë, kanë dhe kupa. Ata 2 rikuperojnë, kurse ata 5 të tjerit i kanë bërë tavë me pilaf të janë. Duke ditur që argëzojmë qimet e kokës për këta pëllumba. Pëllumbat mendohet të jenë qelluar në afërsi të qarkut të Korçës, pasi edhe për vetë plagët që kanë marrë, është e pamundur që të ktheheshin në fole nëse do të ishin qelluar në një distancë më të largët.